Zonja zotrim mysafir të nderuar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në show spektaklin ton dhe t'juaj në Odan, mirë mbrëma zotrin Naima Bazi. Mirë mbrëma. Me një frimi tash krejt. Prej mëngjesit që jemi poshtë, që është e vërtet. Mirë mbrëma të gjithë, mirë mbrëma Kosovë, mirë mbrëma Shqiptar, kudo që të jeni, nga do që të jeni. Ja ku jemi këtu bashkë me shoqin e fjalës së mire, këngës së bukur. Jemi në tërë të skonografi që është tërë glamur, dorë vendore, me Prishtinën e bukur, Prishtinën time, mrapa. Në sfond, gjithmonë që absolutisht prej momentit që Platori e kanë zgjedhur të këtill, sikur më ka dhënë më shumë energji, sikur ma ka rikthyer dashurinë e pafund dhe ka qenë Prishtina ajo që ka bërë që asë një moment në jetën time s'kam menduar të jetoj larg saj. E vërtet, këto ta nënshkruj, ta hudosi. Jemi këtu bashkë.
Jemi bashkë në Radio Televizionin 21. Do të kemi shumë qatë bukur sonte, do të kemi edhe humor, edhe këngë si gjithherë, musafir tepër të veçantë, dhe do të bëjmë shumë qka që një vikend ta kaloni sa më bukur. Këtë vikend që po vjen në këtë javë, edhe pse sigurisht të gjithë ndjehemi sikur të trënditur prej krejt saj, çka po ndodh me klasën politike në Republikën e Kosovës, e cila absolutisht tallet me këtë popull të mirë. Dhe jemi të mirë sepse ne lejojmë që të bëhemi të mirë duke i lejuar këta që paguhen pafundësisht, që shfrytëzojnë e monopolizojnë çdo gjë të këtij vendi, që përsëri të tallen me ne, sepse këta kanë inate, këta kanë qëllime vetanake, në kuadër të kujt, në kurriz të kujt, në kurrizin e këtij populli, e të këtij vendi. Dohet klasa, kasta intelektuale një herë për gjithmonë të zgjohet dhe ta thot fjalën e formulën e zgjidhjeve të bukura për këtë vend. Ato shka e kërkon topi nuk e lunë, me kone edhe me të dëgjuj shkon për mirë. E di që ty të pëlqen, bile shpesh herë thet mirë i shkon me shkuti atje, mirë i shkon vërtet. Të gjithë ti futemi jetës jo veç politike, jetës që e bën jetë në të gjitha segmentet të këtij vendi, se i cili të përgjigjet për atë për çfarë është i zgjedhur, gjithsesi për çfarë është shkolluar e profesionalizuar. E në ato vene, në atë tash ta quaj amfiteatër, në atë parlament, të jenë njerëzit, do duhet bëj kriter, që të jenë njerëzit që kanë dije edhe shkollë, në asnjë një mënyrë të tjerë tja, që nuk dinë, nuk dinë. Absolutisht nuk dinë. Ose po normal të najmë, kena zgjedhje më duket me 7 qershor, kime dratë me votu, veç inshallah e voton ato që ta mërmenja që është maj miri, po më duket që të njëjtë kanë më na dalë apet, mos vetë kush për neve. Unë kam e votu vetën. Vetën, valla edhe unë veç me dalë me... Jemi vesh... Jemi vesh e jemi ndreq, po kush ka ndreq ty sonte, hajde tregon. Absolutisht të gjithve, na ka grimose, na ka zbukurue, agonita her! Agonita her, fush këto! Me dalë, hajde. Ne të falindrojmë nga zemra të gjitha ata që janë suporti një fuqishëm me mbështetja ju në mirë, sponsorët tanë. Dhe pa humbur kohë le të ftojmë në skenë ato që na sjellin humor, gaz, lumturi, sa do pak në shtëpi tona, çdo të shtunë e të dielën në mëngjes. Dada Hyr dhe Kulja. Mirë mroma, që shenjajni mirë. Mirë, ju falenderit, që shenjë ju. Nëmë bëjë që shenjajni mirë. Mirë, nëmë që shjeti, nëmë që shjeti. Nëmë ti që shjenë. Nëmë që shjeti. Nëmë që shjenaj. Mirë. Nëmë edhe one, edhe na. Po. Oj, Hyr. A e din më rikon e kom po? Kon. Dullën e katunit. Që më dullën pasu deka, ja? O edhe unë e i thash, kër e posh, thash dulla si e deka, tha jo po tham këthyn. Që shthyn? Thash se tha, i mërën tha, veprimet e mija, të mirat edhe të këqijat, ishin dalë baraz. E zdishin tash a më më qunë gjëhnem, anë gjëhnem. E më thanë, hajtë shko, kër të bëjsh edhe na i veprim, të marim. Tha shani dhe bëllë mirë, tash e bëna i veprim të mirë që me shku në gjenet. Po. Tha, se kam njetë edhe një 50 vjetë, heq. Kështë më dama, apo në në një neve, a i voni, 200 vjetë i ka bo dhe 50 vjetë zënë. Që për shambull, jeta jeme i shkon, herë në kuzhin e herë në zalon. Qa po dhe t'i qetë, që e bu që kjo po një t'i krejtë. Herë më hohët sarmja, herë më hohët akullurja. Ku me të një ka rudi me krejtëve. Ja komentët bre burit tem, dhe i rojtë rast. Se qysh? Na thiri ku noti me shku me nejtë. Ajde u që me shku, kur dojle mjashtë koha e mirë. Kur në atë që këm kafiqin. Pja bëj thash, hajtullëm bre tapim ka i kafe, mas i koha e mirë. Para se me shku, tha Ani.
Ollëm, në ardhë kamarjeri, thash, bënaj 2 kafe, një të vogël, një të madhe. Pi vjen aja dhe kur ka ardhë kamarjeri. Tha, kush e ka të vogël këtë? Pa bëj, E pas ke lytë krejt. A unë me djallë tabin jëm po këtu kish. Ja nisa unë përla me burë. Po? Thash qërë budallë isha konë që jë martu me ty. Koraj, jo budallë në që të ko marë ty? Kur djalli, o zët, 2 prind budallë e presin që nesër unë e mu bo kryeministër. Qka me bo. Na, u qumë shkum. Po? Te kunoti që thash, edhe mere me men mas 14 vjetë e martis, unë e marrë vesh kush e kunoti edhe kush e kunota jeme. Shë. Kur shkum aty, mrena i kishar dhe peta, i shuk i qenë kontena. Po? Edhe ishin kondi qka të full përini. Ollëm, na po fullim nej se kur tha, apo të kujtë, tha në vaktunin, tha, shkëshim ushtar, këtë tha, po vëlla, tha shkëshim. Apo të kujtë, tha, kur shkejke, tha njoni ushtar, tha na tjetë kejtë u bëjshim, tha, e jarujshim fem në ndesa të këthejhët aj. Kur kë, po, kë kunot jem. Po dhe tha, se kurën e ty, kuraj. Jo, tha, jo si ti mu heq. Tha se ti marujte, tha në fund e more për gëru. Këpja bonani, apo dhe me ta këthy. Jo, tha, ma mirë që shtu, me huazu. Po, ma mirë të bjerë. A unë në ka tukë të na herë që jetojshim. Po? Migja, kunoti. Kunoti po del me djallin në pazar me shqit lupën. E pja bën djalli. O Bob, pse bre pja prekin gjinat lupës? Se jena tha në pazar. Ku Bob që shkojna të shpia se me ta tha panon. Ku? Tha se pëstjeri tha po dhe ka me blenanën. Ajo ti që the migja. Më kujtohet djalli migjës tem, pi thot migjës, ta the, ka la blak bashkë, thëshim. Tha, Bob, tha, jo me nuk, tha, diçka, tha, dhe kom vendus. Tha që, si vjetë, tha, du me mirë, tha, aronia. Mirë bol. Tha, fitimi, rasta, pore, sa dush, se në kë migja pekëshyr zdike qka në aronia, tha, den. Pekëshyr, tha, djaljem, tha, shko, tha, më bërk, tha, për qatu. A i tha, jo bre Bob, jo, e po tha tërë si javlerë. A migja e më kujtot, qau ka në farë. Ketë gratë e katunit të njëfshin. Shëte. A din dëmek. Po. Kër po vjen një kojshike, a po vjen më ma hek fustonin. Kjo hapë. Trak, pantullat, vupin, dreqe, po mërdhezët e, po kesh di qysh si në vete, adin ashtë, edhe po qotë po nisët. Ty orë lezet atina. Adin dhe me, halojëm furë më ne. Kur të qumë na fmija ketë masina vapë si dreqen me këqyrë qa po ndodhë. Kur shku maja pjabën. Me gisht, që fustani? Ja gisht qufë për ju ma majet lisit. A ju drezit i një ku atina mja bë grupe, da? Po de? Po s'ka ditaj me kalzu me thonë si kërëne. Nëse shetë që dikush po t'a bën gropën, leje dhe të bën edhe më fellë, ti pastaj vetëm i shton ujë dhe e bën pishin. Edhe dozi ma thonina,